nuk ka forca për ta kthyer rezultatin. Pra pajtohen me atë rezultat. Atë që thotë Çelmeta, ndoshta edhe lëvizjet e shumta të lojtarëve, trajnerëve ndikojnë shumë në ekip. Ndikojnë shumë në ekip. Do ta ketë vështirë, për mua do ta ketë vështirë, sepse shohim një Vorë shumë të mirë, atë që tha, shohim Bylisin që ka rrit goxha nivelin dhe e shoh Tiranën që do të rrezikojë shumë Bylis. Besoj me merit aty ku është apo jo Ergis. Nuk kanë as përgatitje fizike, shoh lojtarë që të lodhur mbi peshë, atë që thotë lojtarë të cilët nuk kombinojnë me njëri tjetrin, nuk pritet me lojtarët me portier. Tirana ka qenë ekip i frikshëm dikur. Normal. Pra dhe kur mundesh nuk e pranonte humbjen. Ekip që ka mbajtur elit, ka qenë ekip që ka qenë gjithmonë në pjesën e kreut. Ju ka humbur Fanelle. Ekip gare. Fanelle atë që sot besoj se kanë arritur ekipi që tonë. I duket Fanelle. Me Tiranën kemi. Veshësh Tirana, veshësh Fanellën e Tiranës, veshësh Fanellën e Partizanit dhe Dinamos është përgjegjësi e madhe. Ne kemi luajtur unë kur e kam vesh për herë të parë dhe Fanellën e Dinamos më zhduk sikur kam vesh sikur veshë pallatin. Po? E bukur. Absolutisht. Të gjithon, kohë të arta ato. Sa këtu ka humbur çdo gjë. Me gjitha tivozlik, me atë gjitha të mbështetje që kanë, nuk po arrin dot dalin. Kampionati bëhet i vështirë. Ne shohim që ndeshjet akoma bëhen akoma më të vështira, kështu që për mua ka vështirë. Se ka humbur kjo pesha e Fanellës, duke parë lojtarë të rinj. Nga cilat janë shkaqet që kanë ardhur deri këtu që lojtarët nuk e vlerësojnë. Këto lojtarë që vinë duhet me u tregu herë me thënë historikun e Tiranës. Ta kuptojnë Fanellën që veshin. Kjo ndodh kur i largohesh akademisë. Mos largohesh akademisë. Si zet. Arsyeja kryesore që shumica lojtarëve vinë që se njohin klubin.